se të gjeta, me kutiza, me viza, thot, të dyja. Si të kam? Si e keni së E po mi gjeometria në dash ka fort. Shumë fort, thot. Edhe gjeometri do të bëjmë edhe në kuzhinë, se i kemi kështu të kurqëzuar edhe pak, edhe sakt. Sot kemi një tavë me patate, por që është me një shtres të bardhë, me shtres beshameli. Gjithmonë shtresa e bardhë beshamel është. Ku ka beshamel është mielli dhe ku është mielli është gjalpi, por unë them gjithmonë, gjalpin unë mund ta zëvendësoj shumë mirë me çfarë do lloj yndyre. Kurse miellin nuk e zëvendësoj dot. Dua ja që Ola mua më del shumë e pazëvendësueshme, sepse më duhet ai mielli i dur për të gjitha gatimet. Dhe sot unë kam miell për të gjitha gatimet. Por, nëse ju doni mund shumë mirë mund të vendosni edhe mielin që është për pica. Po. Ja pra që zëvendëson këtë për çdo përdorimi. Unë thash, Ola është e pazëvendësueshme, thash. Pastaj unë kam alternativë që kam gjithë gamën e miellit, po të dua unë për shembull mund ta vendos edhe me farinë hap. Të kuqen, jo as të verdhen, as portokallin, Mund të vendos bion, pastaj thekër dhe tjetër nuk mund të vendos. Shtoj yndyrë, kam pjesën e miellit tek yndyra. Shtoj edhe pjesën e gjalpit, kam pak djathë të grirë, që është tani të them pecorino, të them parmigiano, po si të doni ju, po them edhe djathë dhia, ai forti, ose ai djathë kaçkavall, për shembull, të përdorim ne edhe për ta konsumuar, me bukë patjetër, e lëm të ftohet, e lëm të forcohet diku në një pjesë frigoriferit, patjetër me pecet ose me letër kuzhine. Ajo është shumë e mirë, është idealja për ta vendosur tek beshameli. Shtoj pjesën e gjalpit, do thoni ju Albana ke vendosur gjalp shumë? Jo, absolutisht, jo kur themi, no, fare, ka vendosur asa më duhet. Beshameli mirë, kështu që... Sepse e gjithë kjo shtres këtu, do kaloj në dy shtresa dhe me patatet. Tek patatet, ja ti marrë këtu se e di që patatet, mbasi unë i kam lënë në ujë të ftohtë dhe duhet të rinë 15-20 minuta në ujë të ftohtë, është ai far blansherimi që themi, më pas i thaj me pecet, sikurse më duhet të thaj edhe pjesën e sipërme, që mos të ketë fare lëngje. Ky veprim i bën që të jenë patatet krokante. Po. Do thoni ju krokante në beshamel, po patjetër krokante në beshamel. Krijohet ajo shtresa e skuqjes. Nuk dua që të shkri tërësisht ose në thojza të digjet vaj, se dikur thoshim të digjet vaj. Do të shtoj masën e miellit. Po e lihesh edhe lihet sa arrin një pikë kulminante. Shoh që qumshin e pas kam lënë më njanë. Se marrë unë qumshtë ose... Ja, një sekund. Një sasi qumshti sa të përgatitet beshameli. Po të doni ju për shembull, shumë mirë, shtoni pakës qumësht edhe pjesën tjetër e shtoni me ujë. Tjetër që na duhet dhe ekonomia. Pra ne këtu nuk gatuajmë për të përmendur produktet dhe për të paksuar boshatisur xhepin tuaj. Pra shiko si fillon edhe bëhet ajo ngjyra e verdhë e bukur dhe jo fal gjalpit, por ndërthurja e gjalpit me vajin e ullirit. E lëdesa fillon këtë zjerjen, atë zhurmën e vogël, atë zhurmë ka. Ja. Do filloj ta shuaj. Avash, nga dal. Me gati e kemi një beshamel, atë salcën e bardhë, sa të filloj të rëndohet teli. E lë sa të marrë pak veten, duke i shtuar pjesën e kripës, dhe siç e patu nuk shtova, s'kam ndërmend që të shtoj vezët. Të jetë më pak. Kur themi që t'jetë pak më shëndetshme, më pak light, më pak... Nuk është veza. Veza vetë është protein. Kështu nuk është problem se unë shtoj vezën edhe e bëj më të lehtë. Më të lehtë unë e bëj duke menduar gjithmonë për mielin. Aty është tek gjalpi, që mund ta kalojmë vetëm me vaj bimor.
lë dielli, me soja. Kjo është që ne e ndihmojmë të tjetë. Por nuk e do edhe pjesën e djathit, po e do pa tjetër. Arën e moskatit ose arën myshkë. E do dhe do si qeqo kur themi. Sepse arën myshku përdoret në beshamel, në salcat e bardha, si kurse dhe në disa ëmbëlsira. Nëse unë filloj dhe jap më fort, e që më shumë, atëherë unë e kam quar dëm këtë ushqim. Kështë e i dhëron të prica e armyshku. Filloj tani ja. Filloj të bëhet njësoj si puna e paluzes. E mualebis më sakt. Tani Niki, të lutem më shto dhe pakës ujë të ngrohtë. Sepse masa e qumshtit, unë masën e qumshtit, e kam darë në 2 pjesë. Kam mualebin. Faleminderit. Pra e zgjova pak atë masën e ngjeshur. Ja. Kjo është pjesa kryesore. Pra u morëm me beshamelin për të bërë një beshamel të pakokrizuar, duke i qëndruar shumë mirë hap pas hapi çdo pjesë të kësaj salce të bardhë, që do të jetë si një shtrat për patatet, të cilat janë mbuluar që të mos oksidohen, janë prerë në disqe. Provojmë dhe për shijen e kripës, brenda është shtuar edhe shtoj djathi dhe lë kripën. Dhe recetën e shkruar mund ta shënoni në bllokun tuaj. Patate në furrë me shtrat salce të bardhë. Kemi marrë 1 kilogram patate të prera në disqe, 2 lugë gjelle vajulliri ose gjalp, krip dhe piper i zi, pak rigon ose trumz. Kjo për t'i marinuar patatet. Për salcën e bardhë, 50 gram gjalp, 50 gram miell, 500 ml qumësht i ngrohtë, krip dhe piper për shijen e recetës, 1 majlugë arë muskat dhe 100 gram djath kaçkavall të grirë ose djath pecorino, ose djadhie, çfarë të keni ju. Një djath që shkrin. Djath i bardhë nuk besoj se do të hynte në punë beshamelit. Është tjetër lloj djathi ai që të bëm punë për këtë recetë, djath pice pa ashtu mund të jetë një variant. Tani me përgatitjen e salcës së bardhë, vazhdojmë ta shtrojmë. Patatet që unë normalisht u kam përthithur me letër ujnë. Dhe ja që, largoj. Shtoj. Shtoj me erëzat të patatet, si që lexova. Krip, piper, trumz ose rigon të thap. Edhe pak arën e moskatit që të bëhet lidhja dhe me beshamelin. Pa vaj. Nuk do t'i shtrosh vaj këtu, se kemi masën e gjalpit e qartë tek kam yndyrën. Beshameli. Prandaj thash, nuk është yndyrë e shumë t'ju që e shikoni, sepse kemi kursyer, pra kemi krijuar ekuilibrin tek patatet. Tani është momenti final, do të vendosim salcën mbi patatet dhe të gjithë masën në furrë për të pjekur. Në një furrë të parangrohur në 200 gradë Celsius, siç është mbrapa shpinës time, në 200 gradë është furra. Fillimisht një shtrat me salcën, patatet dhe më pas përsëri patatet. Në formë zemre. Pra kur janë të thata, të pa
pa lëng, pa ujë, është shumë e kollajt që të... Një dhe vendosja kanë qik durim edhe me duhet me një radhë sistematike. Nuk është se... Pjekja pastaj do t'jetë, nga dalë do të marrë një ngjyrë të kuqërem dhe bëhet shumë të shishme për drekën e sotme. Jam një luk të vogël ndihmon më mirë. Letë, që mos i zhvendosim patatet. Filloj sërisht nga e para. Është njësoj si loja e dominove. Po nuk bëhesh e ndryshe nëse i hidhje të gjitha patatet rëmuj dhe si për hidhje beshamelin. Qëllimi është që edhe të gjitha patatet të mbulohen dhe të marrin salcë. Shtresa e fundit do t'jetë me patata, apo jo? Pakës fare ujë, shumë pakës ujë. Një vendosje tjetër. Pakës fare. Për ta bërë, më të Dihet hollë. që beshameli sa më shumë të qëndrojë dhe fillon të trashet nga prania e miellit, duke u ftohur, duke u forcuar konsistenca e tij, tani kemi gati për stresën tjetër. Mendoj që po t'i kishim shtuar vezë. Besoj se tava për këtë recetë nuk duhet jetë shumë e gjerë, se do duhet shumë beshamel, pastaj me rritjen e beshamelit dhe sasisë së tij duhet të rritet edhe sasia e yndyrës që do të përdorni. Ndryshe beshameli pa yndyrë nuk bëhet, duhet të jetë në raporte të barabarta, me sa kuptoj nga miell edhe yndyrë, gjalpës e vaj ulliri, që t'ju dali një beshamel i një trajtshëm. Masën. Dhe shtresa e fundit do të jenë patatet. Shojmë. Pra, edhe një herë, beshameli qumësht 500 ml, gjalp edhe miell në sasi të barabarta nga 50 gram, kri piper, pak arë moskat dhe djath. Një djath të fort, djath kaçkavall, të grirë, pecorino, ose edhe djath i picës mund të shkoj, kemi përdorur dhe në salcat të tjera. Pastaj patate, vaj ulliri, kri piper të zi, pak rigon ose trumz dhe vendosja e shtresave. Salca fillimisht, patatet, sërish salcë, patate, sërish salcë, përsëri patate. Dhe ne përfunduam këtu recetën, e vendosim në furrë për të pjekur, ja dhe patatet. Shumë të mira e më bërë, vjen kjo aroma e mirë e trumzës apo rigonit, nëse do zgjidhni, ne hodhëm të dyja, pak trumz, pak rigon, nga pak për secilën. Është mpiksur pjesa e salcës së bardhë dhe të parezistueshme, shumë të mira, shumë të shijshme. Dhe gjitha kjo pa këtu edhe ëmbëlsirën, muhallebi me fruta të thata, pak niseshte, pak qumësh, pak sheqer ose një ëmbëlsues tjetër çfarë mund të përdorni ju në shtëpi, shumë fruta të thata dhe ja ku e keni. Këto ishin 3 recetat për ditën e sotme, të mrekullueshme, të lumshin duart. Do t'jemi sërish nesër me një orë kënaqësi në kuzhinë. Ja të vendosim edhe këto bimët aromatike këtu. Ne do të shihemi pas pak në orën 10:10 së bashku. Mos harroni të klikoni në kanalin tonë në YouTube Reze Dielli për recetat e ditës së sotme dhe të ditëve të mëparshme.
Shihemi nesër. Klikoni. Dhe bëni subscribe. Patjetër. Bashkë të shihemi pas pak me bisedat në studio.